Apo bindeni se në politik nuk është mirë me ofendue me shpif, sepse në këtë moment po më shini që si shpres për me marë Prizrenin. Po që kretë salla në komadi. Aty që asunës kom prit, bile do aktivistë mi atje në fund, njënin e kishin dëgju të thonë që më vjen puna për zofën, mu qumi rreth durët, me bërtit zofa, dhe po thonë s'ma ka marrë mandja, sepse une nuk unë bashkëpunu mas një, ku marrë pjesë vetëm me një tubim, edhe ju jem drejtu, do më dhonën... Si ish ambienti brenda... Po, jo, po une aty faktikisht kom pas edhe mbështetësit e mi, por me që ka qenë një numër pak maj madh i aktivistëve dhe i militantëve të vetëvendosjes, bashkëmartonin ishte edhe ish ministri mbrojtjes që kishte ardhur me mbështetën, sepse me tjerët nuk unë pranua as më fotografu, as me qenë në tubim. Po si do që t'jetë, ish ministri konsideroj, pavarësisht se është në vetëvendosje që është i sojt tonë, edhe i ndërtu me një thonje popullore. Thash juve, se një pjesë madhe tyre ngjisha, po du mi u ripërsëritën se vetëm mali me mal nuk takohet, po njeri me njerë takohet. 90% dinit ju që keni udhëheqën fushatën linçuese kundër meje. Apo bindeni se në politik nuk është mirë me ofendue me shpif, sepse në këtë moment po më shini që si shpres për me marë Prizrenin. Po që kretë salla në komadi. Aty që asunës kom prit, bile do aktivistë mi atje në fund, njënin e kishin dëgju të thonë që më vjen puna për zofën, mu qumi rreth durët, me bërtit zofa, dhe po thonë s'ma ka marrë mandja, sepse po llogarisë që ka mund qenë do më dhonën pjesë e do më dhonën brigadave të kuqe që ju dhe Dojana Mijali. Si do që tjetë me këtë që më shtine me të regu, po du mi u dhonë një mesazh, ndaluni, sepse Serbia po na do të tillë. Lufta i takon të kalumës lavdishme historike. Mos e shini dikon si UÇK. E kam thonë dhe peri përsëris. UÇK-ja misionin e vet e ka kryer me 12 qershor 99-ës. Mas 12 qershorit ne jemi emra përveçëm ose përfashus subjekteve politike. Por në momentin kur mu më atakon si UÇK, unë ju përgjigjem, jo veç unë, po çdo luftetar që shimi përgjigjën Serbisë, sepse ju llogarisin mbetje të cilët po kundërmoni me propagandën edhe diskursin e Beogradit në Kosovë. Si mund të, apo ta themi ndryshe, au pastru Zafer Berisha nga mëkatët e lëvizjes vetëvendose? Është shumë interesante, me që ka 2 ditë që kom bërë këtë lëvizje politike, pres të mohon mu ataku, edhe do t'i drejtojmë prapë të njëndve nëse vazhdojnë, sepse llogarisë se një numër i madh është kogja i manipulum, do më thonën, duke pas parasysh nga pozitat institucionale që ku pasën se në mes e këtyre rrjeteve sociale janë edhe shërbimi rus me Selin në Nish, i infiltrum, për cilën tashmë kjo është sekret publik, do më thonë që me emrat shqiptarve, do më thonë janë sërbë që kanë mision, do më thonë. Ata që mirën në mënyrë profesionale e din ma mirë, unë tash në ka rastisën me qenë me një pozicion institucional nga ku kum pas nga afër informacione se kjo luftë psikologjike, propagandistike, përveç që stimulohet, financohet, kogja shumë, do më thonë, nga Serbia, Rusia, dhe natyrisht mbetjet e tyre që vazhdojnë të qëndrojnë në Kosovë. E kam thonë edhe me një rast për ata që nuk janë shumë në rrjedha ose për gjeneratat e reja, ka qenë befasi kur u arrestu një 2 shpiunë fillimisht në Ferizaj, pastaj pat edhe disa të tjerë, ki edhe me qindra mira të tjerë, të cilët e bëjnë punën e Serbisë. Më rastisi mas takimit me Ramushin që e pim një kafe, me najt me do djemë të ri dhe njëri prej tyre ishte i befasum se si ka mundësi shqiptari me pnu për Serbinë. Dhe unë, shtu me faktet që i kom nga koha luftës, e përmanda njërën nga betejat shumë titanike që është zhvillu në komunë Prizrenit, e kanë udhëheqën kundër UÇK-s 6 shqiptarë.